والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Allahun Azza wa Jalla e falenderojmë, prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla që jemi musliman, që na ka gradu dhe na ka vlerësu me dinin e vërtet, i cili din bën dobi dhe bën hajër në ditën kur do dalim para Zotit Allahut subhanahu wa taala. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bëu ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamber i fundit, vula e pejgamberisë, më i dallum dhe më i veçum. Në ditët që jemi janë ditët e para të muajit Rabiul Awwal. Muaji Rabiul Awwal sipas hanës, sipas numrimit, sipas hijretit, sipas asaj që muslimanët i numrojnë ditët e tyre dhe e llogaritin ymrin e tyre. Në këtë muaj të bekum, Allahu Azza wa Jall e zgjodhi një datë të bekume, datën 12, për të lindë një pejgamber i bekum, i cili do të ndriçojë këtë dunjë në gjitha aspektet dhe njerëzit do të ndriçojë dhe lehtësojë hyrjen për në xhennet. Dhe në këtë muaj, dhe në këtë datë, muajin Rabiul Awwal, datën 12, lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lind jetim. Thuhet që 6 muaj para se me lind vdes, thuhet që nana e tij kur ka qenë në 6 muaj shtatzani, atëherë vdes Abdullahi, i baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por na nuk do të flasim për lindjen e tij gjithsesi, do të flasim për nishanet dhe alametet që i ka lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato nishanet alameti i kanë pa gjithë njerëzimi, edhe ato që e kanë dashur, edhe ato që nuk kanë dashur më vonë. Sepse ai kur ka lind si një fëmijë i thjeshtë, i vogël, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin që lind quhet viti i elefantit, Amul Fil. Pse? Sepse në këtë vit ndodh një ndodhi e madhe, vitin 571. Sipas lindjes së Isaut alayhi salam. Dhe këtë vit ndodh ndodhia e madhe që mbreti i Yemenit, i cili i ka xhelozu Qabës. Këti pejgamberi ka parapri ndodhi të mëdha, i kam parapri probleme të mëdha që këto ta vullosin dhe ta vërtetojnë vitin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka mundsi dikush me thonë ka qenë viti 572, ka mundsi dikush me thonë ka qenë viti 570, na e dim 571. Ama askush s'në thote se nuk ka lind në vitin e elefantit, në vitin kur ka ndodhur ndodhia me elefantit. Pse? Sepse mbreti i Yemenit i xhelozoi ke Qabës. Dhe ai ka të ndërtu një tempël të madh aty në mes prej arë. Dhe çfarë ban? Përgatit një ushtri të madhe. Dhe këtë ushtri të madhe, çka?
e pajis me kafsht më të mdhaja, elefantat, i zgjedh më të mdhajat, më të veçumet, i armatos mirë atë ushtar, edhe thot shkojni ta prishni qabën, ta rënojni qabën. Me zhduk qabën që mos kejse në ruzëdin toksor, një shpi që e ka emrin qabe, përse kur zhdukët qabja, njerëzit më kanë marrë të une, edhe une do t'jena domaçini gjithë atyve misafirve, jo qabja, shpia e Zotit. Dhe ata para se mi hinë në Mekë, Allahu Azza wa Jall natyrisht nuk do të lejon që dikush të rënojë shtëpinë e tij. Shumë zullumçar ka pas kjo histori që janë mundu me rënu shtëpinë e Zotit, qabën. Por sa Allahu Azza wa Jall nuk ka leju që ajo të mbetet e rënume, ndoshta është dëmtu, ndoshta është shkatru, ama nuk ka leju që të mbetet e rënume, e ka bo dikan sebeb, ose të mbroj atë shtëpinë e Zotit, ose të rindërtoj. Dhe kur ushtria e mbretit Jemenas arrin në advent, në hyrje të qabës, në hyrje të Mekës, më mirë thonë, Allahu Azza wa Jall për me mposht këtë mendje madh, për me mposht këtë ushtri të madhe, për me mposht këto kafshë të mdhaja, elefanti me tonelate, me ton të ronda të mdhaja, me metra të gata, me metra të nalta, çka e çon kafshën më të butë, kafsha e cila friget prej hijes vet, shpendet. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë ndodhi e përmend Kur'an në Suratul Fil. Dhe Allahu Azza wa Jall thot, ka zbrit suret plot për këtë ndodhi, për me tregu se kjo ndodhi është madhështore dhe e rëndësishme për umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse kjo ndodhi ka ndodhur para se më ardhi Islami, para se me zbrit Xhibrili me i fjalën Ikra. 40 vite përpara ka ndodhur kjo. Mas 40 vjetëve i vjen shpallja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama shpallja këtë ndodhi e përmend sepse është madhështore. Për me u çu mesazh gjithëve se simbolika e asoj shtëpisë është me Islamin e njëjtë. Kush sa dolet përgatitet me ushtar, kush sa dolet përgatitet me ushtri, kush sa dolet përgatitet me armatim, kush sa dolet përgatitet me hile, dezinformata për këtë fe, kjo fe ka me mbet e qëndrueshme deri në ditën e gjykimit, s'ka kush i del karshi. E Allahu ato zullumçar tamam mrin me ndjemallsinë më të madhe i nënçmon me çka? Me krijesat më të dobta. Me krijesat më të dobta. Tamam Gaddafi mendoj se është bërë diçka, e nënçmoi një fëmijë 6-17 vjeçar. Fëmijë i vogël, kur gjon. Kjo është ligji i Zotit, se çdo kush që merr guximin me luftu këtë fe, e ka mposhtë vetën dhe i ka ardhur në fundi. E na muslimanësh e udhës që me punu dhe me vepru, edhe me pas mbështetje të fortë në Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Thot o Muhammed, o ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a e kujtohet, a e dini kayfa fa'ala, si Zoti boni me ashabul fil, me pronart e elefantave. Do të me kalorësit e elefantave. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Thot Allahu kurthën atimve, hilin atimve, është ka ardhur fjala fi tadlil, e çën dalalet, do të bëni të humbën. Dikush ka bo plan të madh, ai mbreti kishte bo planifikime të mëdha, strategji të veçantë, ka kanë me sulmu, si kanë me sulmu, ku kanë me mshu, ku është pika më e dobët e atij ndërtimi. Thot Mekja ka hijet makollaj, ka dilet makollaj, ka bo tërheqja, katapulta që kish përgatit, dveçanta me zjarme, me gurës të mdhej, gjitha përgatitet, për Allahu thot që kurthët e atimve, i qenë dalalet, i qenë humbje, i bonit pavlefshme, s'kish të fajde pitimve. Wa arsala alejhim tajran ababil. Thot dhe atimve, ju qoj shpend, tajr, shpend ju qoj atimve. Shpend të vogla, e dveçanta, të cilët
të cilët në kamët e tyre bardhnin çka gurës. E këta gurës dikush thot janë kona atom, janë kona ajo, na e dim gurës janë kona ata, e çka ka pas mrena në gurë nëse dikush ka jetu për neve në vaktin e tyre në dverin e të kallëzoje. Na themi gurës ndalmi aty ku ka ndalë Kur'ani, nuk filozofojmë me ato. Tërmihim bi hijaratin min sijil, thotë ata shpend të ebabilit, çka fillon që mi gjujt ushtrinë dhe elefantat e ati mbretit, bi hijaratin min sijil, me gurës nga sijili. Sijil thuhet që janë gurës që kanë me vete zjarë, që kanë me vete nxehtësi, që kanë me vete dënim, lloj-lloj komente që e përmendin komentatorët e Kur'anit. Por na themi kanë pas gurës sijil. Fej'alahum ka'asfin ma'kul. Fej'alahum ka'asfin ma'kul. Dhe Allahu Azza wa Jall këto i shëndroj në coftina. Këto i shëndroj në të vdekun. Këto i azgjësoj i boni sikur se mos me kam. Kështu është më shqip komentimi i këtij ajetit kuranor. E gjithë kjo është nishan për vitin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe jo rastisht kjo sure përmendet edhe më pas të gjithë muslimanët dhe gjithë njerëzimi, se kjo ndodhi është marrë vesh tek gjithë njerëzimi, gjithë ta dinë se në këtë vit që ka ndodhur ky problem i madh, kjo ndodhi e madhe, në këtë vit ka lind një pejgamber i madh me një libër shumë të madh. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.